Besimtarët katolik të gjel kremtojnë Pashkën në ringjalljen e Krishtit. Ditën e sotme, besimtarë të shumë të ishin drejtuar katedrales së Shkodrës Shën Shtjefni për të bekuar ushqimet. E shekujve, Zoti qoftë me ju. Jo bekoft hyj i gjithë pushteç, Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Bekimi i ushqimit është një traditë e hershme për besimtarët katolik në prag të festës së Pashkëve. Rituali i bekimit të ushqimit është mbarësinë e jetë, thonë besimtarët. Ne jena besimtar edhe kërkojmë na bekuj malli Zot që na ecë marr. Besojmë te Zoti. Patjetër çdo vit, diçka unë bekojmë. Për shumë vjet tanë besimtarët katolik, edhe musliman festën e vet, por sot e kanë katolik. Uroj i vitmor ton popullit shqiptar. Veçanti Shkodrës e të tonëve. Po, për çdo vjet e bëjmë, jena tonë dakord me kishën e me Krishtin e me Zotin e me bekimet. Të jenë shënoshë mirë gjithë ka janë në përbote, pa që lumturi po atin tonë. Pashkët kremtohen tek besimtarët katolik si ringjallje e Krishtit, ku përgatitja nis në 7 javshin e Kershmeve ose agjerimin.